të nderuar anëtarë të Këshillit Prokurorial, të nderuar partnerë ndërkombëtar, të nderuar përfaqësues të mediave dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuar të pranishëm. E hapi takimin e 298 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Më lejoni që fillimisht të konstatoj kvorumin, ashtu siç po e shihni, gjithë anëtarët janë prezent sot këtu në këtë takim. Ju e keni marrë agjendën dhe materialet me 3 pika të rendit të ditës. A ka dikush ndonjë propozim tjetër lidhur me rendin e ditës? Nëse nuk ka, kush është për miratimin e rendit të ditës? Kush është kundër? Abstenim? 1. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, asnjë kundër, 1 abstenim miratoi rendin e ditës për këtë takim. Siç e shihni, nga ajo që miratuam në pikën 2 të rendit të ditës, kemi raportin final të panelit vlerësues për kryeprokuror të shtetit. Tek pika 2 pra rendit të ditës kemi raportin final të panelit vlerësues për kryeprokuror të shtetit. Siç jeni në dijeni, Këshilli në takimin e mbajtur me datat korrekt 2026 ka trajtuar ankesën e kandidatit prokurorit Adhe Dema, të cilën ankesë ka refuzuar. Andaj vlerësojmë se janë plotësuar kushtet që Këshilli të trajtojë raportin e panelit vlerësues për kryeprokuror të shtetit. Me ftesën e dërguar tek ju është përcjellë edhe ky raport, të cilën në cilësinë e kryesuesit të panelit vlerësues po prezantoj para juve dhe para publikut. Siç e dini, Këshilli Prokurorial me datë 18 maj 2026 ka marrë vendim KPK numër 268 fraksion 26 për shpalljen e konkursit për emërimin e kryeprokurorit të shtetit, si edhe po të njëjtën ditë ka themeluar dhe panelin vlerësues me vendimin KPK numër 276 në përbërje nga unë si kryesues, zoti Visar Krasniqi dhe zonja Elza Bajrami si antar, ndërsa antarët rezervë janë caktuar zoti Agron Çalaj dhe Arlinda Muça. Brenda fatit ligjor të përcaktuar me konkurs nga data 20 maj 2026 deri me datë 10 qershor 2026 janë pranuar 5 aplikacione nga aplikuesit Adhe Dema, zoti Naima Bazi, Rafet Alimi, zoti Shqipdon Fazliu dhe zoti Zinullah Gashi. Bazuar në enin 8 paragrafi 1 dhe 2 të rregullorit 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës, si edhe rregulloria numër 07/2026 për plotësim ndryshimin e rregullorit 07/2024, sekretariati ka rishikuar materialet e pranuara nga aplikuesit e sipërcekur e gjithashtu ka pranuar nga trupat e Këshillit Prokurorial të Kosovës 2 vlerësimet e fundit të performancës, si edhe të dhënat për masat eventuale disiplinore. Të gjithë aplikuesit kanë plotësuar kriteret bazuar në enin 28 të ligjit 08L167 për prokurorin e shtetit, si edhe në enin 5 paragrafat 1 dhe 2 nën paragrafi 2.1 i rregullorës, si edhe kanë dorëzuar dokumentet bazuar në enin 7 paragrafi 1 të rregullorës 07/2024 dhe asaj 07/2026 për plotësim ndryshim. Bazuar në enin 8 paragrafi 2 të rregullorës, sekretariati ka dorëzuar tek paneli vlerësues për shqyrtim dhe konfirmim listën e kandidatëve të cilët kanë plotësuar kriteret e kërkuara. Paneli vlerësues me 17 qershor 2026 në prani edhe të monitoruesve ndërkombëtar, siç e dini dhe atyre vendor, ka hapa aplikacionet dhe dokumentet mbështetëse të dorëzuara nga aplikuesit Adhe Dema, Naima Bazi, Rafet Alimi, Shqipdon Fazliu dhe Zinullah Gashi, si dhe dokumentet e mbledhura nga trupat e KPK-s dhe pas shqyrtimit të listës së kandidatëve, vlerësoj se të gjithë aplikuesit kanë plotësuar kriteret e kërkuara me enin 28 të ligjit 08L167 për prokurorin e shtetit dhe rregullorës në fjalë dhe vendosi t'ia përcjell këtë Këshillit Prokurorial të Kosovës listën për konfirmimin e statusit të kandidatëve, të cilët i kanë plotësuar kriteret për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Me datën 19 qershor 2026 është mbajtur takimi KPK-s dhe është konfirmuar lista kandidatëve të cilët i kanë plotësuar kriteret për pozitën e kryeprokurorit të shtetit, zoti Adhe Dema, zoti Naima Bazi, zoti Rafet Alimi, zoti Shqipdon Fazliu dhe zoti Zinullah Gashi. Ndërsa KPK po atë ditë ka publikuar koncept dokumentet e kandidatëve dhe ka publikuar listën përfundimtare. Antarëve të panelit vlerësues u janë siguruar dosjet e kompletuara nga sekretariati duke përfshirë dokumentet e dorëzuara nga kandidatët të kërkuara ato pra sipas konkursit, vlerësimet vjetore nga ana e prokurorit për kandidatin për 3 vitet e fundit, 2 vlerësimet e fundit të performancës nga Komisioni Përkatësi i Këshillit, si dhe të dhëna tjera të mbledhura nga trupat e KPK-s. Gjithashtu sekretariati në emër të kryesuesit të panelit vlerësues ka dërguar për verifikim tek institucionet përkatëse të drejtësisë dhe të sigurisë listën e kandidatëve për të mbledhur informata. Raporti për mbledhjes konfidencial me të gjeturat e institucioneve gjithashtu ju ka dorëzuar panelit vlerësues. Kandidatët janë ftuar në intervistë me kohë duke u dhënë mundësinë e kundërshtimit të përbërjes së panelit. Për të monitoruar intervistat janë ftuar edhe partnerët ndërkombëtar, si dhe shoqëria civile, të cilët kanë shprehur interesim të monitorojnë intervistat për kryeprokuror të shtetit. KPK-ja ka bërë gjithashtu njoftim publik për palët e interesuara për monitorim të procesit të intervistimit të kandidatëve, si dhe ka publikuar edhe orarin e intervistave.
Paneli vlerësues me datën 1/7/2026 ka zhvilluar intervistat me 5 kandidatët në proces. Për të monitoruar procesin e intervistimit të kandidatëve, prezent gjatë kësaj kohe ishin përfaqësues nga zyrja e BE-s, nga OSB-ja, nga EULEX-i, nga EU4Fest, pastaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Betimi për Drejtësi, BIRN, GLPS, KDI, Lëvizja Fol, si dhe gazetar nga Kosova Press. Secili antar i panelit vlerësues ka pas kodin e veçantë dhe në mënyrë të pavarur dhe konfidenciale ka pointuar kandidatin më njëherë pas intervistimit të tij. Në bazë të nenit 15 paragrafi 3 të rregullores pas pointimit të kandidatëve, të gjithë flet pointimet janë dorëzuar kryesuesit të panelit vlerësues, ku në prezencë të anëtarëve të panelit vlerësues dhe monitoruesve janë bërë llogaritje të rezultateve përfundimtare për secilin kandidat dhe njëjta listë po ditë i është publikuar po ashtu në web faqen e KPK-s. Rezultatet përfundimtare, siç e dini, nga paneli vlerësues janë si në vijim. Zoti Zenullah Gashi me notën 1.6, pik i pasuar nga Adhe Dema me 89.3, pastaj Naima Bazi 89, Rafet Alimi 87 dhe Shqipdon Fazliu 86.3. Bazuar në nenin 16 rregullores, kandidatët me datë 2/7/2026 kanë pranuar një kopje të vlerësimit të tyre, ku është përfshirë pointimi përfundimtar nga gjithë anëtarët e panelit vlerësues, të anonimizuar dhe pointimin individual të dhënë nga secili anëtar i panelit vlerësues, së bashku me arsyetimin për secilin kategori pointuese. Gjithashtu konform nenit 17 të rregullores, janë njoftuar me të drejtën e ankesës në KPK për të kundërshtuar rezultatin deri me datë 7/7/2026. Andaj paneli vlerësues bazuar në nenin 18 të rregullores ka përgatitur raportin final për Këshillin Prokural të Kosovës, ndërsa bazuar në nenin 19 paragrafi 1 të rregullores i rekomandon Këshillit Prokural të Kosovës listën e kandidatëve për prokuror të shtetit, të cilën kanë arritur së paku 7 pikë nga 100 pikët e mundshme si në vijim. Zoti Zenullah Gashi notën 1.6, Adhe Dema 89.3, Naima Bazi 89, Rafet Alimi 87, Shqipdon Fazliu 86.3. Kjo ishte sa i përket raportit, bazuar edhe në praktikat e Këshillit Prokural në të kaluarën, zakonisht të shku drejt në votim, po unë si çdo herë e kam hap çdo pikë për diskutim nëse anëtarët kanë përshtuar diçka, sepse edhe rregulloria nuk e ka cekët pjesë që mundet edhe me u diskutu ky si raport, po megjithatë unë po hapi nëse ka dikush për me diskutu këtë raport. Prandaj fjala për ju të nderuar anëtarë, nëse dikush ka ndonjë koment lidhur me këtë raport. Nëse nuk ka, konstatoj se tani Këshilli sipas nenit 19 të rregullores në fjalë mund të kalojë në procesin e votimit të fshehtë. Lusim drejtorin e sekretariatit që kam sot këtu pranë vetes, që të na konfirmoj se është gjithçka në rregull dhe sa mund të fillojmë me procesin e votimit. Po, kryesues. Faleminderit drejtor, para se të filloj procesi i votimit konform nenit 19 të rregullores numër 07/2024, ju njoftoj me udhëzimet e procesit të votimit si në vijim. Këshilli do të votojë në mënyrë të fshehtë kandidatët e rekomanduar nga paneli vlerësues, të cilët në flet votime janë të renditur në bazë të pointimit të panelit vlerësues. Ju keni të drejtë të votoni vetëm për një kandidat nga lista kandidatëve të paraqitur në flet votim, si dhe vota juaj mund të shprehet vetëm përmes vendosjes së shenjës në formë të shkronjës V apo tik, siç njihet ndryshe, në orën e djathtë të flet votimit pranë emrit të kandidatit. Ju njoftoj se në bazë të paragrafit 4 të nenit 19 të rregullores, cili do antar i Këshillit para fillimit të procesit të votimit ka të drejtë të abstenojë nga votimi. Andaj ju lutem, a ka dikush nga anëtarët e Këshillit i cili dëshiron të abstenojë nga procesi i votimit? Përshëndetje, i nderuar kryesues, nderuar anëtar të Këshillit, për shkak të qëndrimeve që kam pas lidhur me këtë proces, e cilat i ruaj edhe sot, unë deklarujem që do të abstenoj nga votimi. Mirë, në rregull, faleminderit Milat. Konstatohet atëherë për proces verbal se anëtari Milat Krasniqi abstenon nga procesi i votimit. Pas abstenimit konstatohet se në proces të votimit do të marrin pjesë 6 anëtarë të Këshillit, që nënkupton se Këshilli ka quorum për të filluar me procesin e votimit. Fillojmë me votim, siç dihet kryesuesi voton i fundit, gjithmonë sipas rregullores, andaj në bazë të radhitjes alfabetike, ftojmë anëtarët e Këshillit për të votuar, të cilët duhet të nënshkruar në listë para tërheqjes së flet votimit. Bazuar në renditjen e alfabetit, i pari që do të votoj është zoti ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, zoti Agron Çale. Urdhno kryeprokuror, vazhdoni me pjesën e votimit. Keni kimikin aty besoj.
I dyti me radhë let përgatitet Arlinda Muça. Hajde Arlinda, unë. I treti me radhë let përgatitet Kardan Guniçi. Unë Ardan. E katërta me radhë let përgatitet zonja Elza Bajrami Kastrati. Urno Elza. I pesti me radhë let përgatitet zoti Visar Krasniqi. Dhe i fundit me radhë, ashtu si që parashë rregulloria, mbetem unë për të votuar. Atëherë, procesi i votimit përfundoi, lusim administratën që të vijë dhe t'i numëroj votat, para se t'i numëroj votat, ti përzihen pak. Që do flet votim para kamerës e vendos. Zenolla Gashi. Zenolla Gashi. Zenolla Gashi. E treta, po? Zenolla Gashi. Rafet Halimi. Zenolla Gashi. Atëherë, nga ajo që pam, nëse do të herë t'i shohim, nëse janë gjithë shka në rregull. 2, 3, 4, 5. Për Zenolla Gashin, një është për Rafet Halimi. Edhe një është për abstenim që. Abstenim, okej. Atëherë, nga
Numërimi i votave rezulton se kandidati i cili ka marrë shumicën e thjeshtë të votave, prej 5 vota gjithsej, është zoti Zeinullah Gashi, ndërsa kandidatët e tjerë kanë marrë votat si në vjem. Adhe Dhema nuk ka marrë vota, Naima Bazi nuk ka marrë vota, Rafet Halimi ka marrë 1 votë dhe Shqipëdon Fazliu nuk ka marrë vota. Konstatoj se Këshilli Prokuror i Kosovës pas votimit të fsheft me 6 vota, 5 vota ishin për, nominon zotin Zeinullah Gashi për kryeprokuror të shtetit të Republikës së Kosovës, si dhe konform nenit 7 paragrafi 1 në paragrafi 1.3, nenit 22 paragrafi 1 të ligjit NR 06 L 056 për Këshillin Prokuror të Kosovës, nenit pastaj 19 paragrafi 3 të rregullorës 06/2019 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës, i njëjti i propozohet presidentës së Republikës së Kosovës për emërim të kryeprokurorit të shtetit. Kjo pikë këtu mbaron. Pikën me radhë kemi tek ndryshmet. A ka dikush ndonjë çështje të cilën do ta dëshironte ta ndante për ta diskutuar te kjo pikë? Të nderuar anëtarë të Këshillit Prokuror të Kosovës, konstatoj të mbyllur takimin e ditës së sotme. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Ju falenderoj.